Bllokimi i autostradës Tiranë-Durrës dhe rrugës që të çon në aeroportin e Rinasit, gaf që ndezi një përçarje mes shumë kokave që kishin marrë autorsinë e organizimit të protestës deri të dielën në ditën e 16 të saj, nxori në skenë 3 drejtues. Aktivisti Arben Kolla, ky djalë me qeleshe me origjinë nga Kuksi, mori përsipër të shpallë 3 nismëtar ligjor të kësaj proteste, përfshirë edhe veten. Në letra përballë shtetit janë Luciana Koka nga Rioni, Arben Kolla nga Kuksi, Arilda Leshi nga Lezhë. Marshimin do udhëheq unë me një pankartë të studentëve. Se kush e mori vendimin për të bllokuar Rinasin që më shumë se sa aksion solli raskapitje të një grupi protestuesish, kaos e trafik në rrugë, një nga nismëtarët e vetë shpallur, fajin e gjeti te rinia. Ju i keni parë të gjithë tentativat që po tentojnë me gjithë mirat me deviju vullnetin e popullit, mashimi i cili ka lindur nga të rinj në 10 sheshin dhe ata janë organizuar përmes rrjeteve sociale. E njëjta rini që në më shumë se 2 javë ka mbushur bulevardin pa u lodhur, këtë bulevard që të hënën duke ndryshe. Edhe pankartat u shfaqën në frymën e akuzave mes protestuesve. Në këtë klimdarje rreth podiumit të fjalimeve munguan shumë nga figurat që deri dje kishin shfaqur rolin e organizatorëve, si duke orientuar fjalimet, ashtu edhe turmën e marshimit. Mes këtyre polemikave dhe jo më me të njëjtën frymë organizimi, mikrofoni u la në dirigjim një zonje Entela Koja, e cila ngjiti në podiumin e improvisuar me shkallë qytetar të zakonshëm. Përveç refrenit, i cili nuk ndryshoi, gjuha u ashpërsua. Fjalimet degeneruan në urrëtie dhune deri në skenare gjakderdhjeje. Sa me parje për dorëçet, ore legend, se nuk shpëtohet. Dhe thjesht i gjatë dhe pallosh sa dush, nuk fitohet me gjatësi kjo punë. Do ta shporri me këtë funduri, do t'i lutem popullit të rrethoj kryeministrinë dhe parlamentin në mënyrë paqësorë, pa u prekur asnjë polic dhe pa arriti ky popull që ta zërë me dorë, do ta kapi ta tiki zvarr deri te sheshi Skënderbej. Pushtetin e mikrofonit, nismëtari Arben Kolla ja dha edhe një fëmijë të cilit gjuhën e rëndë mbi të gjitha përmoshën e tij, ja duar trokiti si revolucion. Asnjëri prej nesh nuk e do Erdi Ramën, dhe mezi po presim të futen në burg, të shtypim si miza Shqipëri e re. Kjo është revolucioni i rinis. Luciana Kokajt, të shpallur nismëtare të protestës, ju desh t'i bashkohet me vonesë të ubimit për shkak se ishte thirrur në policinë e Tiranës për bllokimin e Rinasit. Këto marshimi ka qenë një gjë spontane nga dinuar nga askush. Frymëzimi i dikurshëm në pankarta ishte zbehur, në këtë rast flitet për vdekje. Në një tjetër shfaqet me krenari lufta që kjo protestë i ka sjellë deri më tani turizmit.